Si drejtoresh e Qikas, jeni paditur për shkak të protestës dhe kritikës publike ndaj një aktgjykimit të cilën në fakt ne e patëm publikuar, transmetuar për herë të parë në këtë emision, në emisionin Tempus, në vitin 2021, ku patëm zbuluar një gjuhë seksiste që është përdorur nga ana e gjykatës. Si e keni përjetuar këtë padi? Si një përpjekje për të kërkuar drejtësi personat, apo si një mjet për me ju friksu, për me shujt zonën kritik? Faleminderit, Betem. Në fakt në vitin 2021, me njëherë pas publikimit të emisionit ku u publikua ky aktgjykim seksist nga emisioni Betimi për drejtësi, ne organizuam një aksion protestues, i cili është organizuar prej Qika, po ka bashku disa aktiviste feministe para Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Ajo që ka tham ne si deklaratë cilin e lexova unë, dhe kjo është arsyeja edhe pse kam qenë jam e paditur në këtë rast, ishte asgjë më shumë as më pak se sa çka u transmetu në emision, ishte bazuar komplet në hulumtimin e juve edhe ne çka kemi bërë, që kemi nxjerr disa prej fjalive që i kemi konsideruar shumë problematike dhe gjuhë seksiste kanë herë edhe mizogjene që kanë qenë pjesë e këtij aktgjykimi, të cilat përveç që i kam thënë në deklaratën për media, i kemi vendosur edhe si slogane problematike në muret e KXK-s. Një prej fjalive që paditësi Naser Maliqi, që kanë qenë edhe antari i trupit gjykus, që e ka konsideru problematike, është kur unë bëj thirrje te KXK-ja për me i shqyrtu rastin edhe me marrë masa disiplinore për antarët e trupit gjykus, për shkak se jo si pas me, po si pas ligjit në fuqi, se cili antarët e trupit gjykus me momentin e nënshkrimit të një aktgjykimi është pjesë pashtu edhe i bjen që e ka pranua dhe pajtohet me tekstin që e ka nënshkru. Zoti Maliqi ka konsideru që thirrja jame për KXK-n është e padrejtë, për shkak se ai ka konsideru që vetëm kryetari i trupit gjykus, i cili e përpilon faktikisht aktgjykimin, veç ai e ka fajin për këtë aktgjykim, ndërsa asnjëherë nuk është distancu nga gjuha e cila është përdorur nga ky aktgjykim. Bile po mduket që gëzimi ose dikush prej IKD-s edhe kur i ka dërgu pyetje para publikimit të emisionit, ai nuk është distancu nga përmbajtja e këtij aktgjykimi, por gjithmonë është thirrur natë se unë nuk e kam përpiluar dhe kjo është problemi. Ne kemi qenë në një aksion tjetër protestues, pikërisht ndaj zotit Naser Maliqi, i cili në atë kohë ka qenë edhe kryetari i gjykatës. Nëse nuk ka bëj vë dilema në përgjigjen e tij, nëse nuk ka bëj, që thotë se na pa ditë prapë, se thotë kush ua ka jap aktgjykimin, ndoshta thotë e dëmtuara. Jo, kjo është pika alo ma problematike në përgjigje që i ka drejtuar tek kjo, sepse kur ka thënë që ky aktgjykim me qenë se trajton një dhunim seksual nuk do duhet të ishte publik, andaj ngre dilema se kush ja ka dhënë IKD-s dhe thot ndoshta bile e keni marrë ju ja ka dhënë viktima dhe e çon një pikë pyetje që për mua kjo është hala ma problem se tu e pas parasysh përmbajtjen e aktgjykimit edhe tu tendencë për stigmatizim. Saktësisht është tendencë për riviktimizim të vajzës që i aludon në një farë lidhje që ajo ju ka dërgu juve aktgjykimin, që gjë cila kish mujt edhe nëse e kish dërgu me qenë plotësisht të drejt e saj. Për asnjëherë nuk e ka marrë, nuk ka thënë që nuk pajtona me aktgjykimin, po nuk e ka kundërshtu publikisht. Këtë e ka paraqit edhe kur e ka bu padin ndaj neve si tre persona. Për mu, në aksionin e dytë që ishim duke përmend, ne kemi shku, ka qenë prezantimit të gjeturave, po më duket raportet vjetor të gjykatës së Gjilanit, ku kem shku edhe kom pengu konferencën, tu i thonë që ti këtu po flet për të arriturat të gjykatës, ndërkohë që jetu e shu zonin kritik ndaj gjykatës cilën jetu dheqë dhe jetu e kështë përdor pra pozitën cilën e ki. Ky rast, nëse
po kthehemi të pyetja se e kam përjetuar, nuk ka të pas bëj as me ndonjë ndjenjë të frikës as të dëshpërimit. Për mu është po ashtu një rast tjetër i Padive Slap, i cili qëllimi nuk e ka pas me fitu drejtësi, pra jam thuajse e sigurt që personi që na ka padit e den që nuk ka mundësi me fitu këtë rast, për shkak se krejt e drejta është në anën e tonë, por më ka shqetësu fakti që e ka qenë i gatshëm mos më u distancu për një gjuhë të tillë seksiste, por përkundrazi me na padit neve, tu tentu me na friksu, edhe tu e pas parasysh jena tu jetu me një kohë ku lëvizja antigjini është e përhapur jo vetëm në Kosovë dhe në krejt botë, ku me qenë aktiviste feministe është shumë vështirë për shkak të kritikave të mëdha, kështu që veç jemi tash në proces dhe po shohim se çka ka me ndodhur me këtë rast, po jemi shumë të sigurta që rastin kena me fitu. Natyrisht në rast të tilla presioni nuk nalet vetëm te aktivistët, shpesh edhe nis ose vazhdon te gazetarët të cilët raportojnë. Zonja thotë që ju si gazetari jeni përballë me padi edhe sulme pas raportimeve kritike cilat I keni bërë. Çu jeni nis të rast? Normalisht që neve na hupin kohë, për shkak se kom kohë gjatë media ashtu si Leonida, na nuk e kena problem nëse dikush na pa ditë, por në rastin tam për shkak më merr shumë kohë, për shkak se ajo që kemi vrejtë sidomos vitin e fundit është shpeshtimi I ankesave që I bujnë komisionin pavarët media dhe me cilat na duhet me u marr prej pikës zero. Pra mu më vjen kanjëherë më duket ka 3 herë I shoh emisionet që I kom bërë duke analizuar se cilën fjali që e kom thonë, për shkak se jënë në gjendje për gjithë se cilën fjali që ti e thu, edhe nëse është një lapsus I vogël me tu kap, me qum KPM, gjë që për mu është humbje kohe dhe normalisht largim prej temave ndoshta që isha mujt më marr pak më shumë pikërisht për shkak se na si gazetar shpeshherë mirëmi vetë me këtë proceset në cilat punojmë. Do të thonë te gazetarët të ri kjo mund të më qenë edhe friksuese për shkak se unë e shoh në ekip kom gazetar që janë të ri dhe kur ka ardhur padia e parë Slap që ka qenë për Universitetit të Prishtinës, kur ne kemi bërë një hulumtim për shitblerjen e diplomave, kur ka qenë I përfshin një prej një administrator I Universitetit të Prishtinës, gazetarja ka nisë më friksu dhe ka menduar që ka më shku në burg. Për shkak se nuk e ka ditë as çush mu përball, as e ka pasur presionin ku mos gabova. Në fakt fatbarësisht ne kemi arrit me fituat padije, kemi fituar të dy shkallët, edhe një gjë që është shumë interesant në rastin e padive të cilat po vinë, po flas sidomos në vitin e fundit, është një tendencë që fillimisht kërkojnë largimin e të gjitha materialeve nga rrjetet sociale. Para se me I nis procedurat ligjore, ata po dojnë me zhduk materialet të cilat janë materiale faktike, janë të nevojshme për gjykatën dhe normalisht që tregojnë një keqpërdorim që ka ndodhur brenda institucioneve. Do janë këto pikat të cilat I ndjekin, do normalisht që neve na humbin kohë, nuk ndihemi mirë, është shumë humbje kohë, nuk ndihesh mirë, normalisht që gjithmonë nuk jemi jurista, jemi gazetar, ndoshta ndonjëherë edhe muj me mendu që muj me bën ndonjë gabim ligjor edhe pse mundohemi me qenë shumë të kujdesshme, kështu që janë tipike thjesht me shujt zonin e mediave por mos me I dal në pat gjitha keqpërdorimit. Kemi pas Padi Slap edhe nga ose premtime ose s'po di ç'më thon lajmërime prej disa ministrave të cilët kanë paralajmëruar që kanë me bëu Padi Slap, normalisht jemi duke I prit, por që në komisionin e pavarët mediave kemi arrit me e fitu si rast, disa raste të ndryshme, duke përfshirë edhe ministren e diasporës, Donika Gërvalla, e cila pikërisht për shkak të një hulumtimi që kishim bërë për një qendrim të saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku kishte shfrytzuar paratë të tatim paguesve të Kosovës, thjesht për të mos zhvilluar asnjë takim, ajo ka vendosur me e drejtu lëndën drejt gjykatës, tash jemi tu I prit, ta shohim se si do të shkojë. Përndryshe duam të falenderoj gjykatën e Prishtinës, edhe gjykatën e Prizrenit, sepse 2 raste kemi arritur që kanë të bëjnë me 2 universitetet, I Prizrenit dhe I Prishtinës, që kemi raportuar pikërisht për shitblerjen e diplomave dhe në një rast në Prizren për punësimin e një familjarit kanë vendosur në mënyrë të drejtë, duke I dhënë të drejtë gazetarëve për shkak se kanë po që interesi publik dhe tema është hartuar dhe punuar në mënyrë profesionale.